Mirëmbrëma miq, sa pash lajmet në Top Channel dhe me thënë drejtën unë emocionova nga momenti kur presidentja Vjosa Osmani dorëzoi detyrën. U emocionova jashtë mase nga fjalët e fundit që tha, nga thritja, nga mesazhi aq shpirtëror, aq i fortë, aq i thellë. Po kam dëshirë që në këtë moment të ndaj një mesazh për modelin e femrës, për modelin e gruas, për modelin e zonjave shqiptare. Dhe du t'i drejtojmë të gjithë motrave të mia në Shqipëri. A e shikoni atë model të vëllezërve tonë Kosovë? A e shikoni atë model se qa ka përfaqësuar Vjosa Osmani? Dhe jo vetëm Vjosa, por të gjithë nuset gratë që janë politikë në Kosovë. Se sa të thjeshta, se sa njerëzore, se sa të komunikueshme, se sa të ndjera dhe të përkushtuar për vendin e saj. Nuk e di, por Vjosa për mua nuk ka qenë vetëm presidentja e Kosovës, por Vjosa për mua ka qenë presidentja e Shqipërisë. Faleminderit Vjos, faleminderit për qëndrimin tuaj dhe unë të uroj me gjithë shpirt që të vazhdosh të kontribosh fort për Kosovën, për Shqipërinë tonë. Respekte.